Mbreti Charles III zhvilloi një vizitë të papritur në zonën Golders Green në veri të Londrës pas një serie sulmesh antisemitike që kanë tronditur komunitetin hebre në kryeqytetin britanik. Zona e Golders Green është shtëpia e një komuniteti të madh hebre dhe javët e fundit ka qenë në qendër të incidenteve të dhunshme me motive antisemitike. Gjatë vizitës, mbreti Charles takoi 2 viktima të një sulmi me thik të ndodhur muajin e kaluar, të cilin policia britanike po e heton si akt terrorist. 2 burrat hebrenj u sulmuan në rrugë, ndërsa në incidente të tjera u dojgjën 4 ambulanca të komunitetit hebre dhe u dëmtua një mur memorial. Monarku britanik vizitoi gjithashtu një qendër bamirësie hebraike, ku u takua me lider fetar dhe përfaqësues të komunitetit. Kryerabini i Britanisë, Efraim Mirvis, falenderoi mbretin për praninë e tij dhe tha se vizita sjell mbështetje dhe kuraj për komunitetin hebre. Kjo është ndërdaljet e fundit publike të mbretit Charles në mbështetje të komunitetit hebre. Vitin e kaluar, ai vizitoi një sinagogë pas një sulmi ku humbën jetën 2 besimtarë, ndërsa në muajin mars pranoi të bëhet patron i një organizate që merret me sigurinë e hebrejve në Britani. Sulmet e fundit kanë shtuar shqetësime për sigurinë në vend. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se hebrejt në Britani po jetojnë në frikë, ndërsa qeveria ngriti nivelin kombëtar të kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në i rënd.